Skuadra Besa Peja të shtunën nis misionin e madh. Në stinorin vjeshtor, nga 18 ndeshje, Pejanët grumbulluan vetëm 8 pikë dhe renditën në pozitën e fundit në tabel. Kjo situatë alarmante ka detyruar drejtuesit e klubit që në afatin dimror ta përforcojnë skuadrën me disa emra të dëshmuar, nga të cilët pritet shumë në realizimin e synimeve. Trajneri Miftar Rama, secilën ndeshje deri në fund të kampionatit e cilëson si një finale. Çdo lojë është për neve finale, pse jem një pozitë se çdo lojë na duhet me shku për fitore. Rivali i parë në pranverë për Besën është skuadra Feronikelit. E të gjithë në kampin Pejan janë të vetëdijshëm për peshën e kësaj ndeshje. Jonë vetëdijshëm edhe lojtarë që kanë pret shtune. Unë jam sigur pse na kemi jep maksimum edhe me gëzu, edhe që të kryesi pse ka jep maksimum, çdo kushte çka kemi lypur na ka plotsu. Një nga ata që është rikthyer në foljen e vjetër është mesfushori me përvojë Donard Sheqerolli, të cilit edhe i është besuar shiriti i kapitenit. Drejtuesit e klubit në këtë afat kalimtar kanë bërë një punë të shkëlqyeshme, duke pru transfere shumë të cilësore. Ka më konë nga shumë e vështirë, për ne do t'jetë e vështirë për shkak pozicionit që e kem tabele, po shpresojmë që me këto transfere që më bo, me punën e stafit që bo gjatë këtyre përgatitjeve, këna me maksimumin që klubi me qëndru në ligë. Ndeshje ndaj Feronikelit, si shumë të vështirë, e cilëson edhe sulmuesi Norik Krasniqi, i cili megjithatë shprehet optimist për pjesën e mbetur të kampionatit. Po, Feronikeli është ndër ekipet më pretendenta, ka më konë lojë e vështirë, po unë besoj të djemë, të grupi edhe besoj që kena me dalë me rezultat pozitiv. Me këtë grup, me këta trajnera, me këtë kryesi, besoj që kena me arritë synimit për me sigurun mbijetesën. Edhe mbrojtësi Egzan Elshani është i bindur që Besa në fund do të arrijë të asiguron mbijetesën. Unë besoj që me këtë grup lojtarë që kemi bo, jemi 100% të sigur që kemi shku loja shumë mirë, edhe jo vetëm me Feronikilin, po çdo lojë është finale për ne, edhe besoj që do arrijmë qëllimin me konë Besa në ligën e parë. Ndeshja në mes të Besa Peja dhe Feronikelit zhvillohet ditën e shtunë në Brestovik dhe fillon në ora 13.